Jemi në një transmetim të drejt për drejt të Breaking, do të flasim për të tjera zhvillime, teksa mazhoranca aktuale në drejtimin e Ramës ka 83 mandate, do të shkonte në 86 të tilla gjithmonë nëse do të bashkëpunonte edhe me 3 deputetët e PSD-s. Në fakt edhe për ndryshime kushtetuese duket se nuk do të jetë problem. Berisha sot është shprehur i gatshëm për të bërë ndryshime kushtetuese për të ulur me Ramën, teksa nga mëngjesi në darkë vijon të akuzoj për një maskaradë elektorale në zgjedhjet e 11 majit. Në fakt, do të bashkëpunonte, si që shprehur sot Berisha, për konfigurimin ndryshe të kuvendit, mund tjetë me 100 apo 101 deputet, për edhe me 2 dhoma. E kemi përmendur dhe theksuar herët, tha Berisha, një çështje të tillë. Diskutojmë për këtë, për edhe zhvillime të tjera, kam kënaqësinë të kem në studio, ish deputetin e Partisë Demokratike Myslim Murrizi, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Duket gati mazhoranca dhe opozita, të paktën sot Berisha u shpreh i gatshëm për të shkuar në një bashkëpunim për ndryshimin e kushtetutës, teksa ende akuzohet për ndryshimet e shkuara dhe efektet që kanë dhënë në raport me kampin opozitar sa i përket sistemit të zgjedhor. Para është e turpshme që pa majtur një qëndrim të prejar mas raportit ose BE-Odirit për zgjedhjet dhe pa mbledhur strukturat, ju ka thënë demokratëve që në shtator do të bëhet nami revolucion i madh. Po ta kishit parash. Do dalim në protesta ose para pak ditësh. Protesta e madhe, po. Po sot tha që ulet me Ramën për kushtetutën. Për mua nuk është surprizë. Problemi është që në historikun 35 vjeçar, çdo gjë është shit tek shqiptarët si e mirë kur është bën mes kryetarit PD-s dhe kryetarit PS-s. Qoftë pazaret e hershme me Nanon, qoftë pazari i prill 2008-s. Për këtë kod zgjedhor bastard dhe për këtë kushtetut palaço që kanë shqiptarët, qoftë Luli 17 maj me Ramën. Dhe kur çdo njeri tjetër jashtë tyre ka tentuar që për interes jo të personal, po për interes të qytetarëve shqiptar, të flasë bardhën zezën zez, është etiketuar si i blerë nga Rama, i shitur tek Rama. Pra vetëm këta e kanë monopolin që mund blehen, shiten, bashkëjetojnë, simbios, si urthi me plepin me një tjetrin, duke e krujtur një tjetrin, atje ku i vjen rahat të dyve. Argalisën sikur janë narkoz në gjumë. Për çfarë, për shembull, do t'i bashkoj votat me Ramën? Që i bashkuan korrekt 2024. Dhe bën një kod zgjedhor, fllitësirë nga fllitësirat e përbashkët PS-PD, ku 100 deputet janë temruar dhe 40 janë zgjedhur. Do 2 dhoma parlamentit. Edhe i Guzhin që thamë, bashkë 2 halet janë. E prisi ty këtë qëndrim të Berishës? Po ky vend i grush. Pak ditë ka dalë raporti për qytetar ose nuk e prisja. Lancoi nisje protestash. Nuk e prisja. Që pa u tha dhe me plaga e 11 majit, të ofrohesh kaq shpejt në prehër të mazhorancës, e i gjenë dhe vetë ata, 94 vota. Për ndryshuar kushtetutën, po për çfarë? Nëse do të bësh atë që ke bën 2008-ën, do t'isha dakord. Por nëse do t'a trashësh atë qelpsillik të 2008-ës për çfarë? U hedh një sy shqiptarëve. Cilat janë llogaritë që bën Berisha? Do të pyet Berisha. Ju si e shihni? Unë kur ta takoj në Këshill Kombëtar, por në vend Këshill Kombëtar ky po mbledh Këshillin Mbar Kombëtar me Ramën. Për çfarë do të ndryshojnë kushtetutë? Tu s'është problemi. A janë me 2 dhama, 1 hale, 1 kuzhinë, apo me 2 hale, 2 dhama, 2 kuzhina? Parlamenti. Tu problemi është 2 milion shqiptarë. Da senator Shqipëria. Imagjinoni deputet grotes dhe qesharat që belbëzojnë në përdhamë që janë të bëjnë teatr, që senator këta. Po këto ndryshime, çfarë efekti? Po për çfarë, çfarë do ndryshojnë? Se di për çfarë, çfarë? Do të rritej cilësia, përfaqësimi në kuvend, mënyra sa që rrit sytë e këtyre që t'ju pëlqasin në 2008-ën. Që për herë të parë, mas parlamentit 2009-ës, lindi nevoja i pari parlament në Evropë dhe për te saj, që të pastronte vetëm me ligjë dekriminalizimi. Dhe kanë rezultuar 17 deputet, Hajdut Bataniesh, trafikant, tutor, llumi i shoqërisë shqiptare vajt në parlament. Pse? Se e ka më të kollajt me këtë ligjë bastard, të blej qoftë Berishën, qoftë Ramën, qoftë Lulin, qoftë Ramën, një trafikant apo një ordineri arë nga bota e krimit, se sa të blej 10.000 qytetarë shqiptarë. Tu është, problemi është kush i zgjedh ata që do të përfaqësojnë shqiptarët. Prej 2009-ës nuk zgjidhen, i emërojnë këta. Çfarë do t'i ndryshojnë kushtetutës? Nëse e kam për spakun dhe janë bë pishman për reformën, që e votuan si të trellur për turpin e tyre, se janë të trellur,
i trollit Donald Luja, me vllahutën e BE-s, Romana Vllahutinin, e mani me njo. I trollën. U pullën qerekore dëshirat të fik gati ambulanca për të qumë bombën e gazit. Atje në lojsh. U mekën, u harrun si të njëtur. Se trollën të trellërit, që votuën 120-0, një reformë bastarde. Janë përgjegjësit kryesor të shkatërimit të sistemit drejtësisë, që sollën këtë palë spak dhe këtë drejtësi me 350 gjyqtare prokuror nga 800 që duhet ketë. Që janë 70.000 dosje në gjykat lartë, 50.000 dosje në apel, që duhet presin qytetari të shkoj deri me plumë atje, sepse ka 30 vjetë nuk merë do drejtën e ti për të vrarë gjyqtare. E po këta e banë. Se ma kërkoj edhe mu kimetja të votoja pazarin e Lulit me Ramës, kur për pazar këta të mëjtë është, po kur e banë unë për ta hap listën, ajtë sa u hap, pas ta e mjullën të bashkë, me hersin e famshëm, Damian Bylykbashi me herë Gjiknurin, e të këta legitimohen të bëjnë pazar. Ma kërkoj edhe mu 5 qeshorin dhe nuk e votova. Se s'jam i trellur kokër hajduti si këta. I trollit Donald Luja, i bëni synet nga gjua. Ma një men që kam votuar, të dridhësh një kështë e kap, korendi duke bëjë, filxojnë e kafes në gjezmet, e votu 120-0. Këta burra shteti. Këta në bëthet s'pu shteti. Ta spurdhjak që i trem gjdo, ndërkontarë. Rama është në mandatin e 4 qeverisës. 14 dhe tjetë qëfë se Berisha bashkon votat për interesat të ngushtat vetat dhe të i grupi, qëfë se Berisha bashkon votat me Ramët. Për interesat e vetat dhe të i grushtit ngusht, qëpësire që si qasë i një mua, në asit cep Shqipëris, 14 mandata ka për të më Ramët. Qëfar interesi ka? Pyte Berishën të shërë, unë kam vetëm një bab biologik, në Azif Murrizin. Unë nuk jam bab tjetër, as bab politik, as bab filozofik, as kudio ekonomik. Mirë, si demokrat, si ishtë deputet, ju bëni një analizë. Unë jam themelu si pëdes, e s'kam qenë antari partijës punës në fin, as spioni sigurimi qëtetit. Po pse këto vendimarrje të leadershipit atër? Për interesat të pista të i grusht njerëzë që rrethojnë dhe tyret personale. Pse si hapin dosjet, me që kanë kajtë dakordsi? Ja do të aftoja unë publikisht. Bashkoj votat me Ramën, nëse s'janë spion, të hapin dosjet. Ishte Berisha spion? Nëse s'janë spion, të bashkojnë votat me që kanë vullnet për kushtetutën. Po ju keni dyshime, ka qenë Berisha spion? Jo, kam dyshime nga kaseta e Ramadan Karangjës që kanë qenë të dy bashku dhe i regjistroj Ramadan i shpi, ja qoj Ramizit. Në kam unë asiloj dyshimi të hamensuar kot në erë. Unë kam këmgull 2017 që gjithë deputet përfshirë dhe Sali Berishën qkojnë ka autoriteti dosjeve. Si që kam këmgull në parlament, propozohen ligji mori 30 vota. Kur si ishi këta babalartë? Rama nuk e votoj. Ky rebeli ma, ky antikomunisti. Ky dhjaksi. Nuk e votoj. Do të ketë një mbledhje? Kështu që nëse kanë vullnet, a e kanë vullnet për ta bëjmë kushtetutën si 76-ës, dhe mendojnë që do t'jenë